Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 1 prillit, në qerdhën Bambi të komunës së Çajirit u organizuan aktivitete të veçanta për fëmijët të shoqëruar me lojra, buzëqeshje dhe plot momente argëtuese, ku fëmijët kanë mundësi të shprehin imagjinatën dhe emocionet e tyre. Voglushët e kësaj qerdhe kanë sjellur një atmosferë të ngrohtë dhe plot gjallëri. Fëmijët shprehen të lumtur për organizimin dhe aktivitetet argëtuese që kanë organizuar me rastin e 1 prillit. Emrin ç'shit? Andra. Sa vjeç je? 5 Alara. Sa vjeç je? 5. Çfarë dita sot e ri? Një fred. Cila lodër pëlqen këto ma shumë në qerdhe? Kockat. Kënë ki shohë që këto? Me ka përrin ma shumë? Me jume. Atë pëlqen nga në qerdhe ti? Po. Reina ka me emrin 6 vjeqja. Di çfarë dite o sot? Dita e 1 prillit. Që e fiton shumë? Ju kom thanë se sot është dita e 1 prillit edhe jam shumë jam gëzuar. Cila është lodra ju të preferume këto në qerdhe? Kukla. Brika e ka me emrin edhe 5 vjetë ka. Brava, e ti çfarë dite o sot? Dita e 1 prillit. O, bravës. E qa keni me bo sot të qerdja? A keni me lujt? Po, kena me lut, kena me vallëzue. I kam 5 vjetë dhe i kam emrin e Zana. E di çfarë dite o sot?
Ditën e Mbillit. Kena me fotografu, bëjnë aktivitete. Oke. Si ke emrin dhe sa vjet je? Krojet, Sa vjet i ki? ka 5, 5 vjet. E di çfarë ditë është sot? dita mërkur. Dita mërkur. Dita e 1 prill. Dita një prill. Bravo. Atë për kënë dinasë që e di akto? Po, Shka famë që të që e di? lu. Me qka lu? Me show? Po, Me show që? E sot që kini me bërë? kena mu grafu. I kam 6 vjetëve, e kam imrin nash. A din çfarë ditë është sot? Në prill. Qa keni me bon sot në qerdhe? Kena mu bë foto. Në tuj si ki emrin dhe sa vjet që je? Sa imrin e kam i nesh. Në sa vjet që je? 4. Çfarë ditë është sot? Dita një prillit. Çka bani sot në qerdhe? Luim me shoqet. Me kanë bërë ma shumë, kush pëlqen me një? Me jarën fashdia, me jarën kuka dhe me adetën. Në tuj si ki emrin dhe sa vjet që je? E kam emrin Jara. Sot është një prillit. Bravo! Oke. Edukatorja Elmedina Luslani thot se aktivitetet e këtilla kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin social dhe emocional të fëmijëve. Aktivitetet dhe lojrat sipas dëshirës së fëmijëve organizohen vazhdimisht. Sot në kopshtin tonë është organizu një festë për 1 prillin, ku është diçka ndryshe prej ditëve tjera. Secili fëmijë ka vesh kostumin e tij të preferuar dhe pas atij kostumit fshihet një emocion i madh ku ata po mundohen ta shprehin veten në mënyrën më të mirë të mundshme dhe sigurisht nuk mundem me fshehë buzëqeshët e tyre që janë pas maskave. Lojrat janë realisht puna që duhet bëhet në qete. Edukimi jonë që ne shprehim këtu është përmes lojës. Edhe kjo ditë e shpreh alo më mirë që ata shprehin emocionet e veta nëpërmjet të lojës sot. Po sa e rëndësishme është që fëmijët të kenë aktivitete të tilla dhe si ndikon kjo ndoshta tek moshat e tyre? Sigurisht që ndikon shumë. Mosha e tyre është adekuate për lojë dhe ata shprehen shumë më mirë nëpërmjet lojës, sesa nëpërmjet të shprehurit ku ndonjëherë ne të rritur jemi edhe kemi problem të shprehemi, lemot jemi fëmijë, jemi sa ata edhe sigurisht që shprehen më shumë nëpërmjet lojës. Këto aktivitete neve i kemi gati së thuhet çdo ditë, ku janë të lirë në lojë, të zgjedhin çfarë duan ata, edhe nëpërmjet zgjedhjeve tyre ne bëjmë zhvillimin edhe mundohemi ti kapim ato momente se si po shkon zhvillimi i tyre në mënyrë profesionale. Po cilat grup mosha i keni ju dhe si e zhvilloni aktivitetin me fëmijët gjatë një dite? Unë kam grup moshën 4-5 edhe kemi punë shumë, duke pas parasysh që edhe fëmijëve ditë sotit po ju mungon komunikimi. Është një pjesë shumë e rëndësishme dhe unë zakonisht mundohem më shumë rëndësi t'i jap komunikimit nëpërmjet lojës, edhe të flas më shumë me ata tani kur shprehen janë shumë më lirë, më të lirë. Edukatorja thot se aktivitetet e tilla jo vetëm që sjellin gëzim për fëmijët, por njëkohësisht kontribuojnë në zhvillimin e tyre social dhe emocional.